Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka paralemruar neve se ka me pas domethënë në përçarje në këtë ummet. Se ka thënë kush ka me jetuar për juve, kush ka me pas për juve një jetë të gjatë, ka me pa domethënë në mos pajtime të shumta. Na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam një gjë e tillë. Dhe kjo është prej argumenteve të profecisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam se një gjë e tillë ka ndodhur. Po njëkohësisht na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe ilaçin, rrugdaljen prej kësaj përçarjes. Çish ka thënë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam atëherë kur do ndodhin këto përçarje dhe këto ngrindje, kapuni pas sunetin tem, suneti i khulefave rashidin el Mahdin min ba'di, që janë Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhum. Të kapemi domethënë pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe rrugës së sahabëve në krye këtyre katër imamllarëve me dhëmballët. Jo domethënë të kapesh kështu si për ndredhur. Jo të kapesh domethënë me plot seriozitet, me plot sinqeritet. Të kapesh pas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe sahabët ridwanullahi alejhim. Gjatë kësaj rrugës domethënë që ti ke nis për në xhennet. Se kjo domethënë ti kur ke nis kur ke fillu me këtë fe dhe i e drejtu domethënë duke ndjek rrugën e selefus salih ridwanullahi alejhim, ti çka sinon me këtë rrugë? Hise të dunjas, pozit, jo asesi. Ty sinon xhennetin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kjo rrugë që ti ke nis ka shumë rreziqe. Rreziqe që janë shkatruese dhe vdekjepruese. Dhe ka shumë errësira dhe shumë dëme. Ata që ndriçojnë këtë rrugë dhe që ta shpjegojnë këtë rrugë, që ta arish domethënë në fundin, janë dietarët, janë trashëgimtarët e profetëve. Prandaj njerëzit kur largojnë prej dietarëve, si ka thënë Sheikh Mukbili rahimahullah, kur njerëzit i lanë dietarët, ranë në kontradikta. Janë bërë domethënë kontradiktor. Kur i kanë lënë dietarët. Prandaj kjo është prej bazave të menhexhit selefi, kthimi te dietarët. Jo tash ne me dyshu për bazat e menhexhit selefi për shkak semirit edhe filanit edhe fistekut. Jo ti hidhe poshtë semirin. Fundi s'ta ka lind nën aty. Çka të ka lidh ty me semirin? Ose me kush do të qof domethënë? Të ka lidh kjo feja. Feja të ka lidh, asgjë tjetër.